Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ, ju njohoj me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti ku merrnin pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Miskovski dhe kryebashkiaku i Pustecit, Paul Kolevski, u luajt vetëm himni Maqedonas, ndërsa himni shqiptar u injorua. Rama e ka cilësuar në ngjarje një parodi domethënëse për dadhimin në botë kuptimi në rajon, duke vlerësuar gjithashtu dhe reagimin e kryebashkiakut Kolevski dhe duke theksuar se Shqipëria nuk do të përfshihet në debate nacionaliste. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për incidentin e ndodhur në Pustec, ku gjatë një aktiviteti ku ishte i pranishëm edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Miskovski, u luajt vetëm himni i Maqedonisë së Veriut, ndërsa himni shqiptar u injorua. Në një postim në platformën X, Rama e ka cilësuar atë që ndodhi si një parodi domethënëse për dadhimet në botkuptimet në rajon. Ajo që ndodhi në Pustec është një parodi domethënëse për botkuptimet tona të ndryshme në këtë lagje të Europës. Kryetari i Bashkisë së Pustecit, Pali Kolevski, kërkoi paraprakisht që të luajë edhe himni shqiptar, u injorua dhe më pas kërkoi ndjes për një faj që nuk ishte i tij. U tregua një shtetar dhe qytetar i denj i Shqipërisë Evropiane në nder të vetes dhe komunitetit të tij maqedono-verior, të cilit i duan vetëm të mirën. Kreu i qeverisë theksoi se Shqipëria respekton të drejtat e minoriteteve dhe se pikërisht për këtë arsye Pusteci ka statusin e një bashkie më vete. Ne kemi nderuar edhe ato komunitet të Vockël me një status të posaçëm si bashki në vete, pikërisht sepse për Shqipërinë, minoritetet nuk janë statistik për pasuri kombëtare dhe qytetarët minoritar nuk janë numra, por vëllezër e motrat të njëjtës liri dhe të drejta si të gjithë ne. Rama tha se Shqipëria nuk duhet të përgjigjet në të njëjtën monell ndaj incidenteve të tilla. Tani kjo ardhja e herpashershme në territorin tonë e trupave të cirkut të nacional folklorizmit ballkanik, herë nga një vend, herë nga një tjetër e herë nga një tjetër akoma, nuk na shqetëson për vete. Për sovranitetin e Shqipërisë jo, por as për ekuilibrat e jetës politike këtu brenda, ku nuk ka mushktroje të rritur në kodrat tona apo diaspor të eksportuar nga brenda lagjes son që na lëkund. Në përfundim, Rama shprehu keqardhje për atë që ndodhi, ndërsa bëri thirrje që incidenti të mos shndrohet në një përplasje nacionaliste. Gjithsesi, u shpreh sot një keqardhje të sinqertë për të gjithë sponsorat e këtij cirku të lashtë flamush në epokën e inteligjencës artificiale, ndërsa mëdhetarëve mes nesh që në kësi rastesh hidhen përpjet përpara pasqyrave të tyre digjitale, duke kërkuar përgjigje në të njëjtën monell, u them jo. Shqipëria, Europa e Ballkanit kursesi nuk mund t'ja lejoj dhe nuk do t'ja lejoj vetes të zbresë monedhën e vlerave të saj në nivelet e parodisë së Pustecit. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas incidentit në Pustec, ku gjatë një festivali folklorik në prani të kryeministrit të Maqedonisë u ekzekutua vetëm himni Maqedonas, ndërsa u anashkalua himni kombëtar shqiptar. Ministria e Jashtme e ka cilësuar këtë si një mungesë serioze dhe shëmangje nga rregullat e protokollit, duke e theksuar se respektimi i simboleve kombëtare është pjesë e etikës institucionale dhe respektit të ndërsjellët. Ministria për Europën dhe Punën e Jashtme ka reaguar me tone të forta pas incidentit të ndodhur në Pustec, ku gjatë një festivali folklorik u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut, ndërsa nuk u luajt himni kombëtar shqiptar. Në aktivitet ishte i pranishëm kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Miskovski, si dhe kryetari i Bashkisë së Pustecit, Pali Kolevski. Në reagimin zyrtar, Ministria për Europën dhe Punën e Jashtme ka shprehur keqardhje për ngjarjen dhe ka cilësuar mos përfshirjen e himnit shqiptar si një mungesë serioze dhe shmangje nga rregullat e protokollit. Sipas Ministrisë së Jashtme, respektimi i simboleve kombëtare të Shqipërisë duhet të ishte i padiskutueshëm. Respekti për simbolet kombëtare nuk duhet të jetë çështje politike apo interpretimi. Ai është pjesë e etikës institucionale, protokollit dhe mbi të gjitha e respektit të ndërsjellët, veçanërisht në një hapësirë ku bashkëtojnë komunitete dhe identitete të ndryshme. Ministria ka kujtuar organizatorëve dhe pjesëmarrësve të aktivitetit se Pusteci është një pjesë e territorit të Republikës së Shqipërisë dhe se respektimi i simboleve kombëtare është i detyrueshëm për çdo hapësirë të vendit. Në Pustec, ashtu si në çdo hapësirë të Republikës së Shqipërisë, respekti për simbolet kombëtare është pjesë e respektit për vetë qytetarët, për vlerat e bashkëtesës demokratike dhe kulturës qytetare që na bashkon, është gjithashtu themeli i fqinjësisë së mirë dhe marrëdhënieve të shëndosha ndërmjet njerëzve dhe shteteve tona.
Situata është përkeqësuar ndjeshëm në fshatin Gojan të Pukës, ku një zjarr me përmasa të mëdha ka dalë jashtë kontrollit dhe po rrezikon banesat në lagjen Pepaj. Autoritetet kanë nisur evakuimin urgjent të banorëve, ndërsa ekipet zjarrfikse dhe forcat e armatosura po përballen me terren të vështirë dhe shpërthim të municioneve të vjetra ushtarake në zonën e përfshirë tashmë nga flakët. Të paktën 5 banesa ndodhen në rrezik të drejtë për drejtë. Situata është kritike në fshatin Gojan të Pukës, ku një zjarr me përmasa të mëdha ka dalë jashtë kontrollit dhe po kërcënon drejt për drejt banorët dhe banesat në lagjen Pepaj. Për shkak të përparimit të flakëve, autoritetet kanë nisur evakuimin urgjent të banorëve të zonës. Ata janë strehuar përkohësisht pranë shkollës së Gojanit të Madh, larg zonës së rrezikuar. Situata ka shkaktuar panik te banorët, të cilët në përpjekje për të shpëtuar pasurinë e tyre kanë nxjerrë dhe orëndit shtëpiake nga banesa. Përballë përhapjes së shpejtë të flakëve dhe vështirësive për ndërhyrjen nga toka, banorët kanë kërkuar ndërhyrje urgjente nga ajri për të vënë në kontroll zjarrin. Ekipet zjarrfikse dhe efektivet e forcave të armatosura po punojnë në terren, por ndërhyrja po vështirësohet ndjeshëm për shkak të terrenit të thyer malor. Situata është bërë edhe më e rrezikshme pasi në zonën e përfshirë nga zjarri kanë nisur të dëgjohen shpërthime të njëpasnjëshme të municioneve të vjetra ushtarake. Të paktën 5 banesa në lagjen Pepaj ndodhen në rrezik të drejtë për drejtë nga flakët, ndërsa rretët dendur aty me kanë mbuluar të gjithë zonën. Raportojnë gjithashtu se një prej banesave mund të jetë përfshirë tashmë nga flakët, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për të izoluar zjarrin dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Në kushtet e përkeqësimit të situatës, ndërhyrja nga ajri mbetet një nga kërkesat kryesore për fremimin e përhapjes së flakëve dhe mbrojtjen e zonës së banuar. Situata me zjarret vijon të jetë shqetësuese në disa zona të vendit, ku raportohen se janë ende aktive 9 vatra. Operacionet për shuarje dhe izolimin e flakëve po zhvillohen nga toka dhe ajri, ndërsa terreni i thyer malor vështirëson ndërhyrjen e forcave zjarrfikse. Rrezik të shtuar paraqitet në Gojan të Pukës, malin e Kashnjetit dhe mbi fshatin Dukat, ku flakët kërcënojnë edhe parkun kombëtar të Llogaras. Situata me zjarret vijon të jetë shqetësuese në disa zona të vendit, ndërsa aktive raportohen të jenë ende 9 vatra. Një operacion masiv për izolimin e flakëve po zhvillohet në zonën Gojan, Gjegja në Puk, ku vatra vijon të jetë aktive dhe paraqet rrezik, veçanërisht për fshatin Gojan i vogël. Flakët po kërcënojnë zonën e banuar, ndërsa mungesa e rrugëve dhe terreni i vështirë malor e bëjnë të pamundur ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikse nga toka. Për këtë arsye, operacioni po zhvillohet edhe nga ajri me 2 helikopter, ndërkohë situata në fshatin Gojan i Madh paraqitet më gjatë gjithë natës forcat operacionale kanë punuar në terren duke izoluar pikat ku flakët po përparojnë me shpejtësi. Mbi fshatin Gjegjan, zjarri vijon të përparojë, por aktualisht nuk paraqet rrezik të drejtë për drejtë për banesat. Një tjetër vatër aktive raportohet në territorin e Lezhës. Zjarri i madh që ka ardhur nga fshati Frith i Pukës ka depërtuar në territorin e Lezhës dhe vijon të jetë aktiv në malin e Kashnjetit. Flakët po përparojnë në drejtim të fshatrave Kashnjet dhe Kalivaç, ndërsa terreni ekstremisht i thyer e bën të pamundur përdorimin e mjeteve zjarrfikse. Aktiv vijon të jetë dhe vatra në fshatin e Malmilotit. Gjatë natës, në zonë është punuar pa ndërprerje me 35 forca bashkiake, 20 efektiv të forcave të armatosura dhe 4 mjete zjarrfikse. Situata problematike paraqitet edhe në fshatin Dukat, ku operacionet për shuarin e flakëve janë vështirësuar nga terreni i thyer malor. Zjarri rrezikon edhe parkun kombëtar të Llogaras. Për këtë arsye, që për mëngjesit në ndihmë të forcave që po punojnë nga toka janë angazhuar dhe 2 avion. Zjarri masiv ka nisur që pas ditën e së njëjtës dhe vijon të përhapet në një sipërfaqe të konsiderueshme. Autoritetet dyshojnë se zjarri mund të jetë i shkaktuar qëllimisht, ndërsa vijojnë hetimet për përcaktimin e shkaqeve dhe përgjegjësive. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike vijon ditën e 83 radhazi. Protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë, ku zhvilluan fjalime dhe tubime. Krahas kërkesave për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, protestuesit kritikojnë edhe opozitën e drejtuar nga Sali Berisha, duke kërkuar largimin e asaj që e cilësojnë si kastë vjetër politike.
Qytetarët u mblodhën sërish duke vijuar për të 83 të ditë radhazi protestën kundër qeverisë dhe klasës politike, ashtu si në ditët e fundit protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë ku vijuan me tubimet dhe fjalimet. Protesta ka në fokus kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë, por kritikat nuk janë kufizuar vetëm te mazhoranca. Pjesëmarrësit kanë kritikuar vazhdimisht edhe opozitën, e drejtuar nga Sali Berisha, duke kërkuar largimin e saj, që e cilësojnë si kastën e vjetër politike. Një ditë më parë, në protestën e 82, qytetarët marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve përpara godinës së qeverisë, protestuesit vijuan marshimin në rrugët e kryeqytetit. Nga podiumi u artikuluan akuza për korrupsion, shpopullim, arsimim, pronësi dhe mënyrë administrimit të pasurive natyrore. Protestuesit ngritën gjithashtu shqetësime për investimet dhe projektet e zhvilluara në zona si Sazani, Zvërneci dhe Rjolli. Protestat vijojnë me të njëjtin itinerar, ndërsa organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë përsëritur kërkesat për ndryshime politike dhe institucionale. Poliçani dhe Cerriku kanë kundërshtuar draftin e reformës territoriale që parashikon bashkimin e tyre përkatësisht me Beratin dhe Elbasanin në Poliçan. Të 15 këshilltarët të bashkiak votuan kundër shkrirjes së bashkisë, ndërsa në Cerrik Këshilli kërkoi zhvillimin e dëgjesave të plota me komunitetin përpara marrjes së një qendrimi përfundimtar. Debatet janë shoqëruar me paralajmërime për dorëheqje dhe shqetësime për largimin e shërbimeve për shpopullimin e zonave. Poliçani dhe Cerriku kanë dalë kundër draftit të reformës territoriale duke kundërshtuar bashkimin e bashkive të tyre me Beratin dhe Elbasanin. Në Poliçan, Këshilli Bashkiak zhvilloi një mbledhje emergjente për të shqyrtuar projekt ligjin që parashikon shkrirjen e bashkive dhe bashkimin e saj me Beratin. Të 15 këshilltarët bashkiak votuan kundër propozimit. Gjatë mbledhjes u prezantua dhe raporti i komisionit të ngritur për zhvillimin e dëgjesave publike, ku pasqyrohej kundërshtimi i banorëve ndaj ndryshimit të propozuar territorial. Kryebashkiak i Poliçanit Adriatik Zotkaj deklaroi se argumentet e paraqitura në relacionin e qeverisë nuk qëndrojnë. Sipas tij, ndryshimi i kufive administrativ duhet të bëhet vetëm me pëlqimin e komunitetit. Zotkaj argumentoi se Bashkia Poliçan ka 318 biznese, zhvillon turizëm malor dhe industrial dhe ka zbatuar projekte për kategori të ndryshme të komunitetit. Në përfundim të mbledhjes, të 15 këshilltarët bashkiak paralajmëruan se do të japin dorëheqjen nëse parlamenti miraton projektligjen për shkrirjen e bashkisë së Poliçanit. Debate pati edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Cerrikut, ku këshilltarë të majtë dhe të djathtë kundërshtuan bashkimin e bashkisë me Elbasanin. Ata argumentuan se një ndryshim i tillë do t'i largonte shërbimet nga qytetarët dhe do të ndikonte në shpopullimin e zonës. Një pjesë e këshilltarëve i cilësuan dëgjesat publike si formale, duke kërkuar që komuniteti të konsultohet në mënyrë më të gjerë, ndër propozimet e ngritura ishte dhe zhvillimi i një referendumi. Kryetari i Bashkisë së Cerrikut, Florenc Doka, tha se nuk do të mbajë një qendrim përfundimtar për shkrirjen e bashkisë pa përfunduar më parë dëgjesat publike me komunitetin. Doka theksoi se procesi duhet të përfshijë qytetarë dhe grupe interesi dhe se vendimi duhet të mbështetet në opinionet e komunitetit. Në përfundim, Këshilli Bashkiak i Cerrikut votoi me shumicë pro zhvillimit të dëgjesave publike me komunitetin. Sipas draftit paraprak të reformës territoriale, Cerriku dhe Belshi parashikojnë të bashkohen bashkisë e Elbasanit, ndërsa Poliçani parashikon të shkrihet dhe të bashkohet bashkisë së Beratit. Procesi i konsultimit me bashkitë dhe komunitetet pritet të vijojë, ndërsa qëndrimet e këshillave bashkiak do t'i përcillen parlamentit përpara vendimarrjes përfundimtare. Detaje të reja janë zbardhur nga hetimi për plagosjen me armë zjarri të Vladimir Bruçit në Shkodër. Për ngjarjen është arrestuar 70 vjeçari Pierin Bitani, ndërsa dyshohet se konflikti mes dy fqinjëve ka nisur për shkak të kamerave të sigurisë në zonën e parkimit. Sipas dëshmisë të arrestuarit, pasi debati verbal me një përplasje mes tyre, ai ka marrë armën dhe ka qelluar në drejtim të Bruçit, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Detajet e reja janë zbardhur nga hetimi për plagosjen me armë zjarri të Vladimir Bruçit në Shkodër, ngjarje për të cilën është arrestuar 70 vjeçari Pierin Bitani. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, konflikti mes dy fqinjëve dyshohet se ka nisur për shkak të kamerave të sigurisë të vendosura në zonën e parkimit të Bruçit. Bitani, i cili kishte një lokal pranë parkimit, kishte shprehur shqetësim se kamerat ishin të orientuara edhe nga ambienti i tij dhe jo vetëm nga hapësira që duhet të monitoronte. Përplasja mes dy fqinjëve ka vijuar më pas në një
pjesë të rrugës pranë lokalit ku situata është përshkallëzuar pas një debati verbal. Burimet nga hetimet bëjnë me dije se 70 vjeçari ka pretenduar në dëshminë e tij përpara policisë se bruçi e ka ofenduar në prani të familjarëve që ndodheshin në lokal. Sipas versionit të dhënë nga kapitani, në këtë moment ai ka nxjerr armën e zjarrit dhe e ka qelluar në drejtim të bruçit. Nga të shtënat, Vladimir Bruçi mbeti i plagosur dhe u transportua për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Shkodrës. Sipas autoriteteve, i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Raportimet paraprake flasin për 2 të shtënat të drejtuara ndaj bruçit. Një prej plumbave ka goditur edhe një automejet që ndodhej i parkuar pranë vendit të ngjarjes. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar dhe vijon hetimet për të dokumentuar rrethanat e plota të konfliktit, ndërsa materialet procedurale pritet i kalojnë prokurorisë për veprimet mëtejshme. Një 33 vjeçar i shpadur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Durrës në kuadër të operacionit të goduar Next. Mariglen Tahiri akuzohet nga drejtësia italiane për trafikim të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Gjykata penale e Brescias kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Një 33 vjeçar i shpadur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Durrës në kuadër të operacionit të koduar Next. Në pranga ka rënë Mariglen Tahiri, i cili akuzohet nga drejtësia italiane për trafik të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale. Sipas policisë së shtetit, Tahiri ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata penale e Brescias kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg. Arrestimi u bë pas koordinimit informativ dhe operacional të policisë shqiptare me homologët italian përmes Interpol Tirana. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve në Durrës arritën të lokalizonin 33 vjeçarin dhe të ndalonin me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë. Sipas autoriteteve italiane, Tahiri dyshohet se ka qenë pjesë një grupi kriminal të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Pas arrestimit, Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet italiane, ka nisur procedurat për ekstradimin e 33 vjeçarit drejt Italisë. Tahiri pritet të përballet në Itali me akuzat e ngritura ndaj tij nga autoritetet gjyqësore italiane. Baba i birjan arrestuar në Lushnjë në kuadër të operacionit policor Fokusi pasi dyshohet se posedonin armë zjarri dhe lëndë narkotike. Në pranga kanë rënë Shkëlqim Hajdari, 56 vjeç, dhe djali i tij Hasan Hajdari, 24 vjeç. Gjatë kontrolleve policia sekuestroi një Kalashnikov, municion luftarak, doza kokaine dhe automjetin me cilin lëvizte 24 vjeçari. Babi Bir janë arrestuar këtë të premte në Lushnjë në kuadër të operacionit policor të koduar Fokusi, pasi dyshohet se posedonin armë zjarri dhe lëndë narkotike. Në praga ka rënë Shkëlqim Hajdari, 56 vjeç, dhe djali i tij Hasan Hajdari, 24 vjeç, banues të fshatin Hajdaraj të Lushnjës. Operacioni u zhvillua nga shërbimet të Komisariatit të Policisë Lushnjë në vijim të kontrolleve për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e rëmbajtjes pa leje dhe narkotikëve. Sipas policisë, 24 vjeçari u ndalua në qytetin e Lushnjës, teksa drejtonin automjet. Gjatë kontrollit fizik, efektivët i gjetën dozat e lëndës së dyshuar narkotike kokain. Kontrollet vijuan më pas në banesën e familjes, ku efektivët gjetën një armë zjarri Kalashnikov dhe një krër me municion luftarak. Sipas policisë, arma dyshohet se mbahet nga 56 vjeçari Shkëlqim Hajdari. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan Kalashnikov, municion luftarak, sasi e kokainës dhe automjete. Materialet procedurale i kaluan prokurisë së Fierit për veprimet mëtejshme. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 kusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Qëtërve të pasdites në zonat valore mund të shfaqen vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për reshje do të jetë shumë e ulët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat valore dhe lindore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryrë deri mesatare nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë allgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja dielli në Tiranë do të jetë rreth orës 5:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 35 gradë Celsius.
Kukës 17 deri në 31 gradë. Peshkopi 16 deri në 31 gradë. Tiranë 23 deri në 35 gradë. Durrës 23 deri në 32 gradë. Kavaj 22 deri në 32 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 23 deri në 35 gradë. Korçë 15 deri në 30 gradë. Florë 22 deri në 34 gradë. Gjirokastër 19 deri në 34 gradë. Sarand 24 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 22 kusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites në disa zona mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për eshje do të jetë shumë e ulët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fryejë lehtë mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 33 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 16 deri në 34 gradë. Qekov 17 deri në 34 gradë. Malishev 17 deri në 34 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 15 deri në 31 gradë. Suharek 17 deri në 34 gradë. Prizren 20 deri në 35 gradë. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqet tona zyrtare. Ne do të ndahemi këtu për të takuar në edicionin e ardhshëm. Bashkë miru takofshim.